Jemi në Vlorë, aty ku mes zhurmës së qytetit, detit të trazuar nga moti i keq dhe turistëve që ikin dhe vinë, ka lindur një problem në duke i vogël, por që ka shqetësuar jo pak banorët e Kodrës mbi port. Është një zotëri që quhet Dëfrim Pashaj. Dikur ka jetuar me qira këtu dhe ka pas probleme, konflikte, pagesa, gjëra, punë të tjera dhe mori i zoti shtëpisë dhe përzuri. Ky zotëria zuri një si tip vendi aty lart në Kodër, kur shqet dheu dhe kur shqet singurje, kur është rrezik për fëmijët. Dhe ka bërë një si tip kolibe me plasmas, me drunj. Deri këtu, asgjë jashtë normales. Një qytetar i cili në pamundësi për të patur një banesë me kushtet e duhura për familjen e tij me 9 antar, detyrohet të gjejë një zgjidhje me mjete rrethanore, duke krijuar një stren në rrëpirën e Kodrës. Në përbot këto raste bëhen edhe filma, por problemi nis tani. Është dhe i dhunshëm, është zënë me të gjithë. Dërgon fëmijët që i vjedhin baçat, dërgon fëmijët që hedhin gur në porruk, del vet pasaj me spat dhe kërcënon njerëzit. Kjo që dëgjojmë nga goja e këtij dëshmitari, në mos alarmante është shqetësuese dhe minimalisht duhet të kërkonte ndërhyrjen e SPS-së së zonës. Por me sa duket Dëfrimi i tmerrshëm nuk pyet as për shtet e as për mbret. Që na policin Yshmet Islami, me atë është zënë është kërcënuar. Që na Piro Tahiraj, që i ka bërë 2 denoncime në polici, njëri ka tentuar ta vrasë me spat, njëri ka hyrë brenda në shpinatën i ka prerë gjithë pemat. Delo Çelën, një plak 70 vjeç që ka marrë ka atë që andej. Hasan Xhelitën, Bala Xhelitën dhe së fundi tani ka filluar një konflikt me mua. Një listë pafund personash të kërcënuar dhe dhunuar. Me sa duket ky zotëri nuk kursen as plesh dhe as të ri, madje as gratë, duke u kthyer në një bajraktar të Kodrës. Merr policin telefon dhe i thotë është kriminal, ka 3 pistoleta. Shpik, sigur unë ka marrë fëmijët peng. Vjen policia, po unë kam çdo gjë me kamera. Në një rast kur jam dëshmitar vet, kanë ardhur 10 polica dhe kanë vajt i kanë thënë hajde të shoqërojmë dek, ai ka sharë dhe i ka goditur me gur. Është herë 4 që e kapin me motor, pa letra dhe pa patent. Se ky ka një gjë, mban një spat dhe të lëshohet me spat. Nga shpjegimi që na bë, duket sikur flitet për një Tarzan të xhunglës që ka ditën e tij të parë në qytet. Por nuk duam kurse si as të nxitohemi. E aq më pak të paraqykojmë një krye familjar të dëshpëruar që kanë mbi shpatulla gruan dhe 7 fëmijë të keqveshur dhe keq ushqyer. Por fëmijët e tij më thoshin Xhaxhelius, se unë nuk e dija, pas ka mi mali, na han këmbët, e më tregonin këmbët. Xhaxhelius, nuk kam buk, thoshin se na ha babi pjatat. Thot babi do mos ha buk, mos hani gjithë pjatat. Të shoqen e tij ka pasin problem, më parë e ka qef me thik. Akuzat e bëra nga fqinji i tij janë të rënda. Ai na e paraqet Dëfrimin si një njeri të dhunshëm, i cili kur vjen puna për të treguar forcën dhe autoritetin e tij, nuk kursen as gruan dhe fëmijët e tij. Prandaj nën moton, kujdes po, frikë jo, u nisëm të takojmë atë. Dëfrimin e tmerrshëm që ja bën jetën më të vështirë çdo personi në Kodër. Rruga për të ngjitur në vendi ku ai ka ngritur kasollën me drur dhe plasmas është e pashtruar, me gur në rrugë, sikur të ishin lënë aty, gati për ndonjë betejë me fqinjët armiq që e urrejnë. Me të ngjitur lart, përballemi me njërin nga djemt më të rritur, i cili pavarësisht se ishte në një orar ku duhet të ishte në shkollë, qëndronte në shtëpi, duke u kujdesur për vëllain më të vogël. Banesa improvisuar ku janë sistemuar 9 antarët e familjes, është jashtë çdo standardi njerëzor, pa dyere dritare, pa tualet, pa ujë të ngrohtë, pa asnjë orendi apo elektroshtëpiake, pa ushqime dhe veshmbathje për të veçlit që jetonin aty mes skamjes, ndërsa ne po bisedonim me djalin. Dëfrimi kthehet në atë ambient që duhet të guxojmë ta quajmë banesë. Pamja e tij vërtet nuk është aq çmimësore. Por sidoqoftë që ai personazh i frikshëm, i sopatës dhe i gurve, për të cilin na kishte folur fqinji, ndaj ky detaj na jep kurajo për të folur. Kemi marrë një denoncim nga banorët e lagjes, të cilën vjen të shqetësuar, të kërcënuar dhe të rrezikuar nga ju. Jore, ne s'kemi probleme me njëri fare, në as me një lloj banori, Gjithë ata thonë që Delon ti një burr i moshuar e ke rrahur. Jore, zotri. Ke rrah një ish efektiv policie? Asnjë efektiv policie, kush është ky që dërgon këto denoncime? Tani s'keni pse bëni filmime, kupton? Nuk e ke rrahur efektivin e policisë, se pastaj i ke rrahur dhe vllai? Të komshiun që ke këtu. Jo, zotri. Një motorist e ke rrahur me shpulla që ka sjell porosit. Jo, vlla. Në fakt po, Dëfrim. Ja ku e ke, me zë dhe me figurë përballë teje. Kush e godit? Dëfrimi ke lart. Po çaj, bëri gjë i shati. Këta 10 vjet i motor. Të ka dhunuar? Ka qenë me Të gjujti me grushtë me si? Po, ka qenë bashkë telefonin tonë. Nuk ka qenuar. Ç'a bëre ti pastaj? Çfarë do bëj as i ka vënë. E ç'a bëre ti kur gjujti? Për bëre një gabim në një gjë? Asnjë vëllai, unë e Ju gjun me gura.
Në asnjë mënyrë jo. Madje mëson edhe fëmijët e vegjël sipas tyre të gjyjnë me gura, të prishin ardhia, të prishin kopshtë. Ktu këta që kanë bërë denancime i ketë gjithë janë me ndërtime pa leje. Ti s'pranon asgjë? Por problemi është se ky komuniteti këtu thotë se ti dhunon. Ti u gjun me gura. Vash, një sekond fal. Ti u del me sapat. Ata që bëjnë këto denancime, ata jetojnë vetëm, e kupton? Unë çështet me motor pa targa. S'dim ku e ke atë i motorin unë ushqej kalamajt, nuk është në motor, shikoni tek këtë motor fjet. Shumë mirë bën që ushqen fëmijët. Ushqej kalamajt. Ne kemi ardhur këtu për dhunën. Po keni ardhur për gjumë me gura, ju del me spat, ju del me thik. Duke qartë që dëfrimi e ka fituar betejën me banorët, aq sa edhe pse thonë se janë në hall të mall, nuk guxojnë as të hapin telefonin për të treguar të vërtetën. O Gjadelo nuk të del ty tani, se Gjadelo e ka provu një herë se ç'ishte ti ishte përballë teje. Ky lagja ka fri nga ti. Dhe mund vjen shumë keq që po e bëjmë këtë bisedë më syt fëmijës. Nuk ishte në shkollë dhe shikon në çfarë kushte është. Ndërsa dëfrimi vijon të mohojë çdo akuzë që fqinjët bëjnë ndaj tij, fytyra i ndryshon nga një telefonat. Alo, Isa më dëgjon? Ke pasur probleme me dëfrimin? Ai si person është person agresiv dhe fare punës, është individ problematik për të lagjën, jo vetëm për neve. Ka ndodhur një shërt, një vit a 2 vjet më para, i përdori njerëzit nga spatën tonë, me kosor, me çati ndodhësh, ka një kantollë atë lart vizde qëllonte me gurë, që andej shante gratë, shante neve, njëri problematik. Babain tënd e dhunoi? Mos kisha ndryshim unë, ai të mund ta kish bërë. Ndihemi të kërcënuar ai person sepse është person i rrezikshëm. E shiko se ti gjumë me gur lagjës, se ti del aty si ai filmi 14 dhëndër që del trimi dhe lëshon gurët poshtë. Si është marrëdhënia juaj me komshiun që jeton këtu lart, dëfrimi? S'kemi fare kështu vash. Çfarë personi është ky? Na personi bezdisur, na ka bezdisur kështu. Na ka dëmtuar shtëpitë, rrugët, baça të gjitha. Me gurje. Pra imagjinoni pak një burr, rreth të 40-tave që del në Kodre ku ka ngritur shtëpinë dhe qëllon me gur fqinjët. Ndërkohë, denoncimet vijojnë. Ata janë policia sotri. Pasi që s'kan njerë vetëm të vritin në vitë. Ne u goditëm me vetëm në tek e njëre, dyre, në shmere me ato. Kemi bërë denancim së nërë, asi përqishje, asi që çuan prokurori, mbylli prokuroria, se si duke dhe trush muhabeti ata kanë kronë në tyre. Na gacmojnë. Se si ka dënjë. Unë kam qenë që u futa i ndavas, veç kishte 6 fëmijë të gjëna. Luft bën. Ky kishte sapat në dorë. Po. E kuptoj. Me tim janë raur, janë zën, janë shtyr. Erdhën ata ne dalim na mbyllën brenda. Të gjithë të brenda nga dëfrimi, i cili me gur dhe sopat, po ju bën vlonjatëve ato që s'ua ka bërë dot as pushtuesi. Ore, mora vesh shkolla me ju vetë. Ashe nuk kam dënuar askënd. Nuk ka rëndësi. Ja dolën 2 persona. Që je kërcënim për lagjën. Me tani kam qenë i pirë, kam kërkuar falje në shtëpi. Tani e pranoj, por është justifikuar se ka qenë i pirë. Do të thonë i raj njerëzit ku jemi të pirë, jo, kam qenë i pirë, kam bërë deklarat polici. Është gjithë lagja më zotëri që ka fri nga ti. Ne mora vesh largo, thash punë tënde, mora vesh. I mohove gjithë rrugës, të dolën 2 persona. Mund të largoheni tani. Shteti këtu të më bëj shtëpi mua të gjitha dhe janë denancime falso. Se nuk vjen shteti të bëj shtëpi ty, duhet i kthesh lagjës kundër. Ti dhunosh. Si jam këtu lagjës kundër. A dhunot një moshuar? Nuk e kam dhunuar. Si e kam dhunuar. Është e mundur që në 2026. Edhe një herë vazhdo, shiko punën tënde, vazhdoni. Mos më shty. More informacion plot vazhdo. Si u del? Jeni të kënaqur me kaq, po ke karakter, s'keni çfarë bën që do të filmoni, vazhdo mos filmoni. Mos e shty. Jo, ma, çani. Dhe kur mendonim se acarimi i dëfrimit ka që kishte, u gabuam, pasi ai e kaloi bisedën në një tjetër nivel banaliteti. Mos shty. Jo më na hani dëfrim. Ti the jam shtëpi e mirë dhe juve nuk i prisni mish duke i shtyr, as me gur. Mirë, vazhdo leri ato por, vazhdo. Të erdhi motoristi. Ballafaqove me Sam Karraf. Motoristin e kam shtytur aty te ulliris. Ta tha në sy. Ti po ka Shkocia do gratë liga me llafe tani. Po e kam goditur. Ja dhe një pohim i dytë. Nëse ti ke bërë ato gjëra janë shumë të pahishme, në mbi gjitha jep shembull të gabuar fëmijëve. Largoni shkoni punën time, punën tuaj se po patjetër që të shohim punën tonë. Edhe ti mos e prekam. Edhe ti është mirë që shikosh punën tënde. Mora çani shumë. Vazhdo se janë ju edhe ai. E mirë. Po. Ishe mirë deri tani, pse e prishe? Vazhdo me ato botë më njëherë. Vazhdo se ta aspirë do mund të vazhdo tash. Mirë banorët. Mirë edhe ne që ishim aty vetëm për pak minuta. Po shteti, ku është shteti në këto përballje që në ditë të tjera, pa praninë e kameras, nuk është kaq e parë sa ishte sot. Zoti Feleksie, unë jam me Don Kuç, jam gazetar nga Piranjat. Po? Jemi këtu tek shtëpia e Defrim Pashos. Ku ndodhesh ti që të vish pak lutem? Po ç'pun kam unë me juve? Po, ai je plot fuqish me zonës. Ai je efektiv policia. Punën tënde unë kam punën time. Po tani ty po thret një gazetar këtu dhe ti thu ti ke punën tënde unë punën time. Ne kemi punë të përbashkët këtu. Ç'a punë ke ti? Shefeleku ka punë të tjera. Prandaj
Ndajme që jemi aty, komunikoj me sallën operative të policisë së Vlorës, e cila na solli menjëherë një patrull për të nisur verifikimet. Po marr personin olla qysh do të Okej, edhe hape, në atë të motorit ka një thik kaq. Kaq po të them unë asgjë tjetër. Unë kaq po zgërkoj. Ta gjithë lagja këtu ndjen të kërcënuar. Disi funksionon. Urdhë. Se ne kemi bërë herë tjetër, po mos gaboj kur ishte aty. Po. Ne do i bëjmë veprimet me këta të krimeve që janë civila, se ne po ta parkoj makinat i poshtë ai, se ai është në çikis çfarë. Është shumë. Kjo drejt. E kupton? Kjo shumë. Ta bëjmë kështu pastaj, e kupton? Nuk vonoi shumë dhe nga policia na erdhën informacionet e para. Motori i dëfrimit pas një letër shoqëruese është sekuestruar dhe dyshohet të jetë i vjedhur. Gjithashtu kanë nisur hetimet për akuzat që banorët e lagjes kanë bërë ndaj fqinjit të frikshëm. Ndërkohë puna jonë nuk mbaron këtu. Pavarësisht agresivitetit që tregon ky zotëri, ka 7 fëmijë për të ushqyer, për të veshur dhe për të shkolluar. Por mbi të gjitha për t'u siguruar një stret dinitoze, larg asaj aktuales me drurë dhe plasmas në mes të asgjëje. Ndaj thira jon për Bashkinë e Vlorës dhe shërbimet për mbrojtjen e fëmijëve është që të bëhemi të gjithë së bashku e të ndihmojmë këtë familje, e cila duhet të hiqen nga ajo skamje dhe të nisë sa më shpejt një jetë dinitoze. Me ose pa kryefamiljarin e saj problematik.